Kalemi më gjërësisht tek rinumrimi kudive të votimit, atje ndodhet kolegu Mariglen Kume, ndërkohë që bashkë me kolegun Mariglen Kume ndodhet edhe Aslan Dugjani, deputet ndërkohë është edhe antar i Komisionit Sigurisë. Kume, të përshëndes. Esmeralda, të përshëndes. Këtu në Pallatin e Sportit në Faria e Hodhi po vijon rinumrimi i votave, në fakt pas vendimit të Komisionit të Ankesave dhe sanksioneve për rinumrimin e qarkut të Tiranës, por edhe të Fierit, ndërkohë që do t'jetë më pas. Siç e anoncuat edhe ju, në fakt këtu me mu ndodhet edhe zoti Dogjani, i cili ka qenë iniciatori, po them, për këtë proces, duke quar edhe prova përmes pamjeve filmike për të bërë rinumrimin. Zoti Dogjani, ju e keni ndjekur dhe po e ndiqni në mënyrë intensive. Janë konfirmuar pretendimet e juaja, si po ecën procesi i rinumrimit? S'pari duhet bim dakord që këto zgjedhje nuk kanë qenë zgjedhje të lira, zgjedhje të ndershme. Për mua ka qenë një, po them, një fars e orkestruar nga Edi Rama për të legjitimuar rezultatin e paracaktuar, sepse unë vërtet jemi në rinumrim, por unë e lidh me fushatën elektorale, kur them që nuk ishin zgjedhje të lira të ndershme, që zgjedhësit ishin të intimiduar, që burimet shtetërore u përdorën masivisht, që administrata u vu në funksion, që grupet kriminale, sepse është e lidhur me të, që grupet kriminale u përdorën në fushatën elektorale, u përdorën miliarda para, pa fund, për të blerë votat, për të intimiduar deri në bukën e gojës, sepse këto nuk mund të rri pa i thënë se jam vetë aktor që kam qenë fushat dhe i kam parë se çfarë ka bërë. U ka fut frikën në koc njerëzve vetëm për të marrë votën. Dhe pastaj kalojmë tek numërimi në 11 maj. Në 11 maj nuk ishin këto kushte që po bëhet numërimi. 11 maj qendrat e numërimit, por dhe qendrat e votimit ishin në errësirë, pa ndryshim, punonin 24 orë, flinin në për stola non-stop dhe nuk ishin edhe në gjendje komisionerët për të bërë. Pra pa asnjë lloj kushti. Po ta krahasosh me këtë, pra është një diferencë jashtëzakonisht e madhe. Tani kalojmë tek kjo që ju sapo më thatë pjesa e fundit, keni dalë me kaq sa janë rinumëruar, keni dalë në konkluzionin që kemi të bëjmë vetëm me gabime njerëzore nga lodhja e madhe. Jo, shiko, unë i kam parë dhe kam analizuar pamjet filmike para se të vija këtu. Në pamjet filmike në 42 qendra që aq mundësi kam patur për të analizuar pamjet filmike të Kamzës pas Kuqanit dhe të disa njësive KZZ-ve në Tiranë, pra të dyshit të njëshit se kam marrë po tush në disa, nuk jam marrë vetëm një KZZ, dhe fillimisht unë kam bërë ankimim për të parë vetëm votat e Kamzës pas Kuqanit, por mbasi kam parë se çfarë është bërë në të gjitha qendrat e numërimit, e kam zgjeruar objektin. Unë jam një nga ankusë, se ka pas dhe ankusë të tjerë, kam zgjeruar objektin për të kthyer gjithë qarkun e Tiranës. Dhe në 42 qendra, në 38 qendra kam konstatuar shkelje të jashtëzakonshme. Nuk po flas për mënyrën dhe procedurat cilët i kalonin, po flas për shkeljet që ndikojnë edhe në rezultat. Për shembull, ato pamje që kam parë në 42, në një pjesë mirë i kam parë edhe këtu. Realisht ka dhe që si kam parë sepse çfarë ka ndodhur, votat e subjektit, mbasi janë numëruar, sepse gabimi është bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që në momentin e parë. Nuk duhet bëheshin numërimi një herë për partinë, për subjekt dhe pastaj për kandidat. Duhet bëhet siç bëhet tani këtu. Kjo është numërim, sepse bëhet dhe kandidati, bëhet dhe partia në njëjtën kohë. Mirë, po duke bërë votat e subjektit, atëherë është bërë pazare për KZZ, kur ka numëruar votat për kandidat. Shiko votat e Partisë Socialiste. Çfarë keni gjetur? Zoti Dogjani, sepse është një fazë e kaluar. Ajo merremi me procesin që po ndodh tani. Çfarë keni gjetur? Ju po i shihni vetë që dalin edhe reflektohen në sistem. Po të shikosh tek Partia Socialiste, kanë vjedhë njëri tjetrin 50, 60, 70, 80, 100 vota kandidatët. Tek Partia Demokratike, unë po flas për veten time, në Kamzë dhe në pas Kuqan, më janë tjetërsuar 14 vota.
por jam I bindur që në të gjitha KSA-zat e Tiranës, sepse në 40 qendra që kam pa, në 38 ka lëvizje, në 1 votë, 2 vota, 3 vota. Mirë po këtu ka dhe një tendencë në lidhje me votat e pavlefshme. Kanë marrë disa vendime, për shembull, të vota e kandidatit që nuk është tek kuadrati, po është përbëri emrit. Këtu kanë marrë një vendim që për mua nuk është vendim I drejtë që të konsiderohet I pavlefshëm. Do më kanë dalë disa vota të pavlefshme. E ka shprehur vullnetin, apo në lidhje me votat e pavlefshme të partisë. Shoh që ka një tendencë menjëherë për votat e partisë demokratike sulen këta të Partisë Socialiste e pavlefshme vetëm për ta ndërkohë që po të shikosh tek Partia Socialiste dhe këtu do t'jemi, do të shohim sa të dush ndryshime. Unë kam bindjen se siç kanë vjedhur gjatë fushatës Partia Socialiste, pak kanë bërë gjatë numërimit, se janë të pangopur. Pra, në një fushatë elektorale, kur je pa barabartë, kur gara është pa barabartë, çfarë mund të presësh, kur shteti përdor gjithë makineritë shtetërore, miliardat e korrupsionit, miliardat e grupeve kriminale. Ne kemi parë vetë se çfarë bëhet. Njerëz të cilët janë pa identitet kanë marrë 20.000, 30.000 vota, ndërkohë të tjerë të cilët janë persona publik e kanë bërë një fushatë elektorale në mënyrë të ndershme, marrin më pak vota. Pra kemi në Shqipëri po instalohet një diktaturë. Dhe në qoftë se nuk do të ndëshkohen këto zgjedhje, sepse unë kam thënë, nga vota fillon gjithçka në një vend. Nga vota rritet llogaridhënia e politikanëve, nga vota zhvillimi I Shqipërisë, nga vota zhvillohet ekonomia. Derisa të kemi këtë kryeminist që 12 vjet, mas 12 viteve I shtohen votat tij se I ka larguar 1,5 milion shqiptar, tu po su ndëshkuan ata që vjedhin votat, do të ndëshkohen që ne të ecim përpara. Besoj jeni dakord që të fillojë ndëshkimi që nga brenda radhës tuaj, sepse ju jeni kandidati I cili nga rinumërimi keni ndryshuar pozicion në renditje. Jo, nuk ka lidhje, unë këtu nuk vi për renditje. Unë këtu vi për të ardhmen e Shqipërisë, vi për të ardhmen e kombit shqiptar, për të ardhmen tënde të fëmijëve të mi, të fëmijëve tu, që nesër në zgjedhjet e tjera mos shkojmë 200, 300, 500 burra e gra me rujt 20 veta se po të tjetërsojmë vullnetin e popullit. Edhe në numërim duhet vendosur tetor, nuk mundet një numërus, sepse edhe me kod pune, me statuse, me gjitha nuk mundet njëri të punoj 20 orë, sepse mund të ketë përveç vjedhjeve, mund të ketë dhe gabime. Amo kush ka vjedh votën të maj përgjithësi, brenda apo jashtë? Unë nuk jam për brenda bre. Vllajim, djalim që kam këtu në qoftë se unë nuk du të pësoj të mime. Do të punojnë me ndershmëri, të mos e vjedhin. Ai që vjedh shkojnë në burg. Ju folët pak më përpara në nisje të përgjigjes së fundit, edhe teksa mbetemi për tek e ardhmja, besoj jeni njohur edhe me një front të ri lufte që është hapur midis Iranit edhe Izraelit. Ne në Shqipëri strehojmë disa mujahedin, pra opozitën iraniane, çka edhe jemi kërcënuar në fakt se mund të bëhemi pra objekti I sulmit. Mendoni se ka një lloj emergjencë ose një lloj një fenomen ose një element për të shqetësuar në Shqipëri? Unë nuk mendoj që ka një element për të shqetësuar për momentin në Shqipëri për faktin se Irani ka hallet e veta atje, por shqetësimi është tjetër kund. Derisa ne kemi një kryeministër I cili ve interesat e qytetarëve shqiptar, interesat e të tjerëve mbi interesat e qytetarëve shqiptar, atëherë duhet presësh shumë gjëra, duhet presësh edhe pasiguri. Pse? Ne kemi iranianët në Durrës, këto mujahedinët. Ne kemi irakianët, ndoshta fillon nesër lufta mes Irakut dhe dikujt tjetër e do të na kërcënojë Iraku. Kemi afrikanët, e do të na kërcënojë Afrika. Nesër do të na sjellin ca të tjerë Bangladeshës, derisa kemi një kryeminist që ve interesin e karrikës tij, për të marrë karrikën e tij është bërë lëpirës dhe servili gjithë dhe çfarë ti thon, merri këto, merri ato, po sigurisht mund të presim. Edhe kërcënime. Po në rastin konkret, ne nuk duhet jemi të shqetësuar sepse Irani ka hallin e vet, e kanë problemet e vet atje në lindjen mesme, por ne duhet të shqetësohemi se kemi një kryeministër që I shet interesat e qytetarëve shqiptar. Ky është shqetësimi jonë. Besoni se do të duhet kreu I shtetit të Këshillin Kombëtar të Sigurisë, pra patjetër, shikoj luftrat që kanë filluar atje, ne sot jemi në një globalizmi, pavarësisht se lufta është lindje mesme, sigurisht të cënohemi dhe ne. Sigurisht mund të kemi edhe qytetarët tonë atje që banojnë. Sigurisht që luftrat nuk janë të mira për askënd e në veçanti për popullsinë civile, veçanti për qytetarët
e të cilët i shojnë për ditë se si vriten, luftat janë të këqija, por pa tjetër, duhet mbledhet sigurisht edhe komisionin e nesër kemi mbledhjen e komisionit sigurisht kombëtare, cilët unë do të ngrej këto probleme, por edhe presidenti duhet ta mbledh këshillin e sigurisë kombëtare, duhet ta mbledh, se në fundit nuk përshtohet askush nga problemet e një lufte që janë atje, edhe ne duhet të reagojmë biles ne shteti shqiptar duhet të reagojnë ndaj çdo lufte të padrejtë që bëhet në një vend. Është e përgatitur Shqipëria për të mbrojtur qytetarët e vet në rast të një agresioni të tillë? Çfarë të them tani se të them unë tani se është përgatitur, se është e përgatitur, ne shqyqyr që jemi vend antar i NATO-s, se për ne me një helikopter apo vetëm po dolim me llastiqe, se edhe armët i kanë zhdukur këtu, por fatmirësisht jemi vend antar i NATO-s, por pavarësisht që jemi vend antar i NATO-s, jo vetëm Shqipëria, po çdo vend që është vend antar i NATO-s, duhet jetë i përgatitur dhe për të mbrojtur vendin e vet. Dhe unë besoj dhe do të ngrej zonën si antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare që ne duhet bëjmë gjithçka që të kemi një ushtri nesër që të ketë mundësi të përballet, paktën derisa të ndërhyjë NATO përballë çdo agresioni, sepse kjo Shqipëria ne kemi Europën që tentojmë, ne duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, dhe ishte shumë mirë të shkojmë sa më shpejt në Bashkimin Evropian, po me këtë njëri që kemi kryer s'merr kush në Bashkimin Evropian me llastiqe. Atëherë të presim nëse kemi ndonjë pyetje nga studio. Esmeralda? Jo, faleminderit Marie-Glen, falenderojmë gjithashtu edhe zotin Dojani që ishte në këto komunikim të drejt për drejt. Jeshim kështu nga qendra e rinumrimit votave me deputetin Aslan Dojani dhe kolegun Marie-Glen Kume, ku me të falenderoj për këto komunikim të drejt për drejt.